Ajo është sulmuar nga aleati ynë, sepse kanë pasur paknatësi të mëdha të cilat i kanë thënë edhe në publik, e mos t'ju tregoj se çfarë kanë thënë prapa dyrëve të mbyllura. Jo, mund na thuash Zeli Osmani, ky është momenti i duhur sepse këtu duhet jemi transparent deri në fund. Ta kryej deri në fund. Po. Pra ka ndodhe kundërta. Ajo është sulmuar nga aleatët dhe është mbrojtur nga unë. Kjo është arsyeja pse ne kemi arritur përgjatë 5 viteve të fundit edhe ta mbajmë sovranitetin edhe aleancat, sepse unë e kam mbrojtur. Për dallim prej tij që kur ka pas një rast për një çështje të caktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më është thënë he threw you under the bus. Për çfarë është? Ka gjujt nën autobus. Do të flasim në ndërkohë. Kjo është sakrifikim. Do të flasim në ndërkohë. Por megjithatë, deri ditën e fundit, takimi im i fundit në Shtetet e Bashkuara ka qenë në fund të mandatit tim me sekretarin Rubio, me institucione tjera amerikane dhe kam pas bisedë edhe me presidentin Trump. Në të gjitha këto takime, unë e kam mbrojt dhe e kam arsyetu kryeministrin. Ka ndodhur pra e kundërta. Pra është shpifje e rënd dhe është për keqardhje që dalin sot dhe thonë po shkoni në Amerikë dhe po na sulmoni, për bes nuk ka pas fare nevojë me ju sulmu, veç me u pas pajtu me ato që kanë thënë sa herë kemi udhëtuar ne, sot Kosova do të ishte në një situatë shumë të keqe, por ka ndodhur kundërta, i kam mbrojt, i kam arsyetu dhe kam kërku që çdo qëndrim që e kemi mbajt, edhe sa i përket veriut, edhe sa i përket shpërbërjes së strukturave ilegale, të mbështetet nga Amerika. Mbështetjen amerikane për këto veprime që i kemi ndërmarrë në Kosovë, e kam arritur unë si presidente. Prandaj sot i kemi të dyjat, pra.